Mirëmbrëma. Mendoj që është një privilegj jashtëzakonshëm për gjithkanin që mundet me jetu në një kohë kur rinia vet thërret për revolucion. Edhe këto provokimet e vogla, reagimet ngacmuese që Nga bulevardi Dëshmorët e Kombit, vëmendja tani është përqendruar tek Universiteti Politeknik, ku përpara pak minutash studentët kanë shpalosur një banderol gjigande ku shkruhej "Ju erdhi fundi, Shqipëria nuk është në shitje", dhe kështu një grup protestuesi nisën nga bulevardi Dëshmorët e Kombit, nga godina para kryeministrisë, aty ku çdo natë kanë zgjedhur të protestojnë prej orësh dhe janë zhvendosur tek Universiteti Politeknik. Për të na sqaruar më shumë se çfarë po ndodh në këto momente, dhe lidhemi me Osman Stafën, i cili po ndjek nga afër këtë zhvillim, ku protestuesit dukshëm po brorasin të gjithë së bashku në kor. Osman, çfarë po ndodh në këto momente tek Universiteti Politeknik? Shohim këto pamje të drejtë për drejta. Atëherë ishte një grup studentor, ishin studentët ata të cilët kishin ngritur një banderol gjigande ku shkruhej "Ju erdhi fundi", dhe kishte kjo situata ku rojet e godinës Iliria Ngard tentuan dhe mbyllën studentët në katin e fundit, nga ku ata hodhën banderolën, gjë e cila bëri që ajo të binte pas atij momenti të situatës me një nga rojet e godinës, e më pas ndodhin që protestuesit mësuan që vetë studentët ishin të mbyllur me celës në një nga godinat, një nga dhomat e Universitetit Politeknik, e për këtë arsye ta mësin drejt Universitetit Politeknik për të liruar studentët të cilët ishin duke u mbajtur mbyllur. Aktualisht është një numër i lartë protestuesish të cilët ndodhen në hyrje të universitetit, ku hapën edhe derën me forcë pasi rrojet e mbyllën atë, duke kërkuar dhe duke shkuar deri në katin më të lartë, mos gaboj 6 ose 7, në mënyrë të tillë që të lironin studentët, ndërkohë që ajo çfarë po shikojmë është një situatë mes protestuesve dhe rrojeve, të cilët ndodhen, pra duan të marrin banderole në këto momente dhe janë duke kërkuar që ta marrin atë. Pra kërkohet që të merret banderola e studentëve të cilat kanë mbetur në katin e dytë ose të tretë të godinës, teksa studentët dhe protestuesit e tjerë janë në Universitetin Politeknik përsëri dhe vazhdojnë me thirrjet "Ju erdhi fundi", sikundër shkruaj edhe në banderolën
që ata shpalosën e para e këtij lloji në Universitetin Politeknik në pjesën ballore të universitetit, nga ku patën edhe situatën me roje dhe nga ku 10 studentë ishin duke u mbajtur të mbyllur në një nga katin e 6 ose 7 të kësaj godine, mos gaboj, ishin ata studentë të cilët hodhën edhe panderolën